Sektori për hetimin e krimit ekonomik të policisë së Tiranës ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin që disponon Agjencia Kombëtare e Ushqimit për kontrolle që janë nënshtruar për subjektin privat Sori AL pas helmimit të kursantëve në Akademinë e Sigurisë. Oficerët e policisë kanë marrë dokumentet në këtë institucion që nga janari deri më tani për të parë nëse kompania private është kontrolluar siç e parashikon ligji. Policia e Tiranës kërkon të zbulojë nëse ka parregullsi në kontrollet e ushtruara që mund të kenë ndikuar në helmimin e 2 herë të studentëve të Akademisë së Sigurisë. Prokuroria e Tiranës është në pritje të analizave zyrtare për të përcaktuar shkakun e vërtetë të helmimit të 64 studentëve, të cilat u dërguan në spital me shenja të dukshme helmimi si dhimbje barku të vjella, temperature të tjerë. Në varësi të përgjigjes së analizave që do të merren në dispozicion nga institucionet, mund të ketë edhe urdhër ndalime për persona përgjegjës për helmimin e studentëve. Ky është rasti i dytë i helmimit të kursantëve të Akademisë së Sigurisë. Më 7 maj të këtij viti, 56 student përfunduan në repartin infektiv të QSUT-s prej ushqimit të kontaminuar.